Jakubi është pra një djalë i Ishakut, e që Ishaku mund të ketë pas edhe fëmijë të tjerë. Pra jo vetëm Jakubin, po Jakubin që në Kur'an përmendet edhe me një emër tjetër që është Israil. Israil a ka qenë emër i përveçëm i Jakubit, pra që t'i ketë pas dy emra, apo ka qenë një sinonim që i vjen Isra dhe Il janë dy emrat në gjuhën hebraike ose ibrishte, që e ka kuptimin rob i Allahut, pra sikur që është identik në arabisht Abdullah. Pra Israil i vjen Abdullah. Në këtë rast, Isra është abd, Il është në gjuhën hebraike është Ilah, Allah, pra Zot. Il, Zot. Rob i Allahut, pra Israil. Nëse i paska pasur dy emra dhe njëri ka qenë i tillë, pra nënkupton se kjo është vi profetike dhe vi e pastër fetare, që djali i pejgamberit të madh, pra Ibrahimit a.s. do t'jetë Ishaku, që është edhe ai pejgamber, e nuk mendohet që nga ta të dalin fëmijë laik me vetë dëshirë. Përkundrazi, Allahu, kur e përmend Ibrahimin a.s. thotë që e bëm që pasardhësit e tij të trashëgojnë pejgamberin, dhe ashtu do ndodhi. Dy djemtë e tij, edhe Ismaili, edhe Ishaku, dy pejgamber, dy profet. Edhe djali i Ishakut, pra nuk dihet më për djemt të Ismailit, ka pasur ose sa ka pasur ose cilë kanë qenë, për shkak se nuk dihet që ata janë bërë pejgamber. Pra a ka pasur fëmijë Ismaili, është mëse e sigurt dhe mëse e sakt, sepse nga ajo lozë do të vijë pejgamberi tjetër i fundit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Por sa fëmijë ka pas Ismaili, me sigurt nuk përmendet në për libra. Dhe a ka qenë ndonjëri prej tyre pejgamber, pra pas Ismailit, jo, nuk ka qenë pejgamber. Pas Ishakut, pra pas ka qenë Jakubi, i cili ka qenë pejgamber.